Pas daljes së papritur nga shtëpia e Big Brother VIP për arsye shëndetësore mbrëmjen e djeshme, reagimet e Eglit Takos në rrjetet sociale këto ditë kanë qenë të pakta. Mbrëmjen e sotme teksa transmetohet edhe primi i spektaklit, Egli ka reaguar në Instagram ndaj fjalëve fyese që janë thënë ndaj saj. Në këtë moment delikate për Egli Takon, ajo ka ndarë mendimet e saj për jo vetëm natyrën e sulmeve, por edhe për trajtimin e saj si një personazh publik. Ajo fillon duke thënë se nuk I fajson njerëzit që ofendojnë. Ndoshta janë këtë mënyrë që ata kërkojnë të ndihen më të rëndësishëm në jetët e tyre. Mendojnë arritje të bëhen disa vetë bashkë dhe të hedhin baltë mbi një person që kanë një muaj që e shohin në TV dhe mendojnë se e njohin, shkruan ajo, duke theksuar katastrofën emocionale që prapa këtyre komenteve mund të fshihet. Ajo gjithashtu thekson se ka shumë gra që falin tradhtinë e burrit, por është intriguese se si ato nuk mund ta pranojnë që pas një debati, Egli I flet sërish atij. Ajo shprehet për një dinamik të caktuar shoqërore dhe roleve gjinore që I japin komplote dhe konflikt. Të njëjtat gra jetojnë për botën dhe kanë harruar jetën e tyre, thot ajo me një ndjenjë keqardhjeje. Ndërkohë, Egli I nënshtrohet edhe një vështrimi mbi burrat, duke thënë se ndonjëherë ata mund të jenë në gabim. Ata sërish solidarizohen me njëri tjetrin dhe ja hedhin fajin tjetrës, ndan ajo, duke sugjeruar se ky solidaritet maskon një përgjegjësi më të madhe që ka shoqëria për ta. Duket se sistemi I vlerave është në krizë, ku mbështetja dhe solidariteti shpesh janë të ndërtuara mbi rregulla të padrejta. Kjo situatë duket se është një lojë e madhe dhe Egli e pranon këtë me sinqeritet. Ajo tregon se në këtë shfaqje njerëzit luajnë me ndjenja dhe emocione të forta. Aty luajnë edhe njerëz emocional dhe të fortë, thekson ajo, duke nënkuptuar se pas çdo komenti që ofendon ka një histori, një përjetim, një ndjenjë për të cilën vendosin të reagojnë. Ajo me siguri di se ka një audiencë të madhe që e ndjek dhe ndërlidh këtë me pasigurinë e shikuesve, që me ndihmën e komenteve të ulta përpiqen të ndihen më të fortë. Gjithsesi unë nuk ju vë faj. Vazhdoni tregoni veten si për mirë si për keq, përfundon ajo, duke lënë një apel për reflektim dhe vetkontroll në mënyrën se si ne si shoqëri reagojmë ndaj individëve të shkalla e ndikimit që kanë emisionet si Big Brother VIP në formimin e mendimeve shoqërore dhe transmetimin e mesazheve të rëndësishme që lidhen me dinamikën gjinore është gjithashtu e rëndësishme të shqyrtohet. Ky lloj spektakli nuk është thjesht një lojë për fame, por një mundësi për të hapur diskutime më të thella mbi marrëdhëniet dhe rolin që luajmë në to. Mësimet që mund të nxjerrim nga situata si kjo na ndihmojnë të kuptojmë se përse është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për fjalët që përdorim dhe se si ato mund të ndihmojnë ose dëmtojnë individ të caktuar. Pasiguria emocionale dhe dhimbja mbetet një temë që kërkon vëmendjen tonë në çdo kohë dhe reflekton një çështje më të gjerë që ndikon të gjithë ne në nivel shoqëror dhe personal. Si rezultat, komentarët ndaj Eglit dhe të tjerëve që ndajnë përvojat e tyre në publik duhet të shërbejnë si një apel I fortë për empati dhe mirëkuptim. Çdo individ ka histori, ndjenja dhe arsyetimi që duhet t'u jepet rëndësi. Përfundimisht, kjo ngjarje për Egli Takon është jo vetëm një moment për të reflektuar, por një mundësi për të nxjerrë mësime e për të ndërmarrë hapin e parë drejt një shoqërie më